ka nuse që i thot virës kaq fjalë të bukura, Larta emocionon me dedikimin për Shuretën. Marrëdhënia mes Larta Jakupit dhe vjerrës së saj, këngëtares së njohur Shurete Beluli, është sërish në qendër të vëmendjes. Në një postim të fundit në Instagram, Larta ka treguar edhe një herë se dashuria dhe respekti ndërsjellët janë çelësi i harmonisë në familje. Me fjalët plot ndjenjë të kemi zemër, Larta i dedikoi Shuretës një mesazh të ëmbël e të ngrohtë që ka prekur zemrat e mira dhe ndjekësve. Ky gest i thjesht por plot dashuri ka bërë që njerëzit të vlerësojnë lidhjen e tyre të sinqertë, një marrëdhënie që rrallë shihet mes nusës dhe vjerrës në ditën e sotme. Reagimet në rrjetet sociale kanë qenë të shumta në momente të mbushura me urime dhe admirim për raportin e tyre të veçantë. Shumë ndjekës kanë theksuar se Larta dhe Shuretja janë shembull një familje moderne ku mbizotrojnë respekti, dashuria dhe harmonia. Në një kohë ku shpesh dëgjojnë për mosmarrëveshjen e familje, Larta dhe Shuretja tregon anën tjetër të medaljes, një lidhje e fortë të ndërtuar mbi mirëkuptim dhe zemërgjërsi. Shuretja me përvojën dhe urtësinë e saj është bërë mbështetje e madhe për Lartën, ndërsa Larta vlerëson atë si një figurë frymëzuese që i ka pritur dhe ka dashur si vajzën e vet. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.